Viti 1991, Shqipëria sapo kishte hapur syt nga izolimi i gjatë dhe për dekada makina ishte një ëndër e ndaluar dhe diçka që e shihnim vetëm në filmat që kapnim fshehurazi me kanalet italiane. Por kur muret ranë, rrugët tona u mbushën me diçka që do të kthehej në fenë e dytë të shqiptarit, yllin me 3 cepa. Nuk ishte thjesht një mjet transporti, ishte statusi, liria, ishte dëshmia që pas 50 viteve varfëri, më në fund tija dole. Por mbi të gjitha ishte një makinë që nuk vdiste kurrë. Sot do të udhëtojmë në një kohë për të kuptuar një tragjedi moderne. Si kaluam nga makinat që bënin 2 milion kilometra me naftë traktori, tek makinat që sot vdesin elektronikisht sapo u mbaron garancia. Pse e deshi shqiptari kaq shumë Mercedesin? Jo për ekranet me prekje, apo për dritat me LED, por e deshi sepse rrugët tona aso kohë ishin vetëm me gropa dhe nafta jon ishte gjysma ujë dhe gjysma mbetje. Dhe ky Gjermani i hante të gjitha. V124 ose siç e njohim ne Preshi dhe 190 i famshëm u ndërtuan me një parim që sot nuk ekziston më, over engineering, që do të thotë inxhinierët e Mercedesit atëherë nuk pyetën ekonomistin se sa kushton një kolodok apo një piston, por pyetën se si mund ta bëjmë që kjo pjesë të mos thyet më kurrë. Rezultati, makina që edhe sot pas 30 vjetësh punë të rënd, ishe rrugëve të Shqipërisë, rrugëve të Shkodrës, apo në maj të maleve të Labërisë, duke mbajtur thas me çimento, qingja, njerëz dhe prap nuk dorëzohen. Nëse një 190 shpiket rrugës, mos u lodhni të hapni kofanon, pasi faji nuk është i makinës, por faji është që ti ke harruar ta mbushësh me naftë përpara 3 ditësh dhe ai normalisht u fik. Por diku rreth viteve 2000 diçka u prish në Stuttgart. Bordi drejtuesi i Mercedesit e kuptoi një të vërtet të hidhur për biznesin. Nëse një makinë zgjaste 30 vjet, kompania do të falimentonte. Dhe pse të blini një makinë të re kur ai 240 i babait punon akoma si sahat? Këtu fillon edhe epoka e obsolescencës së planifikuar. Makinat filluan të mbusheshin me sensor për çdo gjë, sensor që lajmërojnë prishjen e një sensori tjetër. Mbani mend V211, e klasi i famshëm, pra i 4 fenershi me ato stopat fenere trumbullakët, një makinë fantastike, por me një sistem frenimi elektronik SBC që kishte një numërues brenda dhe kur shkelje frenat, çdo numër të caktuar herësh, sistemi bllokoi dhe makina thoshte shkote servisi, paguaje një 2000 euro dhe rregulloje. Mercedesi nuk po shiste më një tank të përjetshëm, por po shiste një makinë ose një kompjuter me 4 rrota që kishte një datë skadence të fshehur në kodet e tij. Sot, një Mercedes i ri është një mrekulli teknologjike. Ekranet brenda janë të mëdhenj sa televizori që kemi nëpër sallone, por kur pyesni një mekanik ose më mirë kur pyesni portofolin tuaj se sa kushton të ndërrosh një far Matrix nëse digjet një qark, apo sa kushton një Aztek ajri që në rrugët tona çahet sapo shen një grop në autostradë, aty e kupton se çfarë do të thotë sot një Mercedes. Sot nëse një modul elektronik i vogël shkallon, makina bëhet një tull e shtrenjtë që nuk lëviz nga vendi. Ne shqiptarët vazhdojmë ta blejmë Mercedesin për atë emrin e madh që krijoi Preshi i viteve 90, por në fakt po marrim një produkt që është ndërtuar për të ndërruar sapo të dalë modeli i ri. Sot nuk blen më një makinë që do t'u alësh nipërve trashëgimi, por po blen një pajisje elektronike që pas 5 vitesh do të të lutet që ta shesësh përpara se të të lërë pa bukë nga serviset.
Mercedesi sigurisht që mbetet mbreti i stilit dhe i rehatis dhe këtë nuk ja mohon dot askush, por mbretëria e tij e pamposhtur, ajo e qëndrueshmërisë ka rënë. Ne e duam Mercedesin sepse është pjesë e ADN-s son dhe është pjesë e historisë së çdo familje shqiptare që emigroi për një jetë më të mirë, por duhet ta pranojmë realitetin. Ai gjermani i vjetër që nuk njihte servis ka vdekur. Sot makina janë ata makina që na bëjnë të ndihemi si boss për 2 orë në blok, por na lënë me ankthin se sa do të kushtoj vizita e radhës tek mekaniku me laptop në dorë. Tani do t'ju pyes juve, a do ta ndronit një Mercedes 190 akull apo një V124 të ruajtur mirë me një A-klas të ri? Kush është Mercedesi i vërtet për ju? Shkruajeni në koment dhe më shkruani historinë tuaj se cila ka qenë me Mercedesin. Mos harroni të bëni subscribe dhe bashkë shihemi në videon e ardhshme, udhëtonit sigurt dhe bëni zgjedhjen e duhur.